Hyrja e armiqve në ato vende. E priti nga kështjellat fqinje krisma e përdredhorëve, e cila përjeptonte disa nga të vetët, që kishin dalë me bagtin për kullot, të ktheheshin prapë. Asnjëri s'fonoi, asnjëri s'priti të vinte rreziku më afër, përkundrazi, nga dëshira për të ikur dhe nga vështirësia në të ngarë të kopesë. Ata që kishin bërë më tutje, i lanë armikut pak zgje për plashkë. Njëkohësisht, edhe vandakët të lëshuar nga mali i dhanë fund pushimit të Skënderbeut, i cili në bazë të llogaritjeve të bëra shumë mirë e mori lehtë me mend se për ku po drejtohej barbari. Prandaj, pasi i thiri rojet të ktheheshin dhe pasi i futi në radhë, u qep armikut që s'dinte gjë së largu nga prapa, duke drejtuar pa u dukur ushtrinë përmes luginash të fshehta dhe vendesh të vetmuara të maleve. Dhe kur e pas se kish bërë mjaft rrugë, qëndroi pothuajse me tërë ushtrinë pranë një kodrine, që banorët i thonë Tumenishtës. Dhe atje pushoi gjerë në perëndim pothuajse të diellit, duke vënë në shumë kujdes se saktësi dhe roj. Ndërta gjersa zgjenin kund asnjë pengim, Skënderbeu, si shpëtoi ndërkaq mbretërorët, jo vetëm pjesën e parë, por tërë pothuajse atë ditë, e kaluan në të kërkuar plashkë, me të bredhur pa pushim. Ndërsa një farë mos përpithjeli dhe pa frenësie, po ngjalli pak nga pak. Ndërta, gjersa zgjenin kund asnjë pengim, Skënderbeu si shpëtoi asnjë nga këto. Por ai s'kish vendosur t'i ndiqte me atë pakicë të vet në fushë të gjerë, u briznin të shpërndar apo të përleshe atje me ndonjë rrezik. E mam tjetër dëshironte që pafrenësia e tyre të bëhej edhe më e madhe. Duke vazhduar edhe njëjtën mënyrë, të qëndronte i qepur tornada nga prapa, ai s'bëri asnjë veprim kundër kampit të tyre. Më njanë sepse i kish zor për shkak të vështirësive të vendit, ta hiqte ushtrinë në terë, përmes atyre grykave të pashkelura. Anën tjetër sepse kish mendjen tek ajo strategji me borizanëve dhe brizanëve, të cilët kishin menduar me kohë përpara dhe për të cilën do të flisnin në vendin e duhur. Ai e ruante veten për atë ndeshje hynore. Kështu barbari kaloi atë natë me gaz të madh e me shakara prej ushtarësh, shumë pa vend, që gjithashtu edhe gazi për nder të Hamzës, i cili, pa thënë as pak jo, solli rrotull në përkamp, në dorë nga shokët dhe në mes këngësh pa shije të turmës, sikur t'ia kish arritur tani mozotrimit të gjithë pirë. Jo sepse zemrat e tyre mund të ishin tamam të lira, ka dyshimi dhe frika, por sepse dëshira jonë sjell shpeshherë me vete edhe vetbesimi. Kështu që ne besojmë pikërisht atë që dëshirojmë. Prandaj, sigurisht ai pushim prej 3 ditësh, kish ngjallur atyre në shpirt si të ishte ndonjë fitore, ndjenjën e një guximi të tepruar, që këndej vjen edhe prirja për pakujdesi ndaj çdo gjëje dhe për një zbrazëtim më pak të kujdesshëm të detyrave të rojës. Roja u vendosën vetëm nga ana e Lisës, sepse andeja kish frikën kthimit dhe ardhjes së armiqve. Pasi kaloi kështu nata, dita që erdhi, u caktua gjithashtu për plaçkitje. Kur u gdhi, ushtria u ngrit dhe me vrudhë e gozim të madh, lëshua për në ato pjesë të vendit që kishin mbetur ende të pashkelura. Ngrit gjithashtu edhe kampi bashkë me tërë stermet, dhe u soll në një farë fushë ndërmjet lumit të madh dhe ujrave që banorët i quajnë Fardës. Radhët e rojeve u vendosën gjithashtu nga ana e Lisës dhe në rreth të malit Tumenisht, i cili kishte përpara dhe perëndimin fushat e hapura. U vunë të bërë një roje disa luftëtarë. Kampi u forcua si jo më mirë, pothuajse me gjysmën e ushtarëve, dhe me sëndet e tjera që u mbajten atje. Dhe me të vërtetë, në kamp qëndroi vetëm Pasha, bashkë me shumë purpurat, kurse Hamza, i cili e njihte vendin mirë, unë në krye të forcave për ta shkretuar. Kështu ata shkuan pa u ndalur kund, gjerë në Sufedat. Dhe në pjesë bregdetare, fshatrat i kishin lënë disa gjëra në mëshirë të dhunës, sidomos sepse nuk besonin që Skënderbeu do ta duronte aq gjatë pafremësinë e tyre.